Problemi në haxhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se el hajjul mabrur laysa lahu al jaza illa al janna. Haxhi i kryer ashtu si duhet sipas rregullave, nuk ka apo ashtu në mënyrë të plot, nuk ka tjetër shpërblim përveç xhenetit. A mundi më tregu diçka lidhur me këtë hadith se çdo herë kur ta dëgjoj, subhanallahu, tek unë e ngjall një farë mallëngjimin një lloj a thua vallë ne që jena kanë haxh, a e kina arritat ta bëjmë haxhin me brur, ashtu si do Allahu subhanahu wa taala, e për çat adhurim Allahu me na garantu xhenetin. Subhanallah. Ky hadith tregon përsëri atë vlerën e madhe, atë rëndësinë e madhe, atë madhështinë e madhe që ai i cili e bën këtë ibadet për hir të Allahut azza wa jall, pra sinqerisht, gjithashtu i plotson kushtet, i plotson rregullat, nuk është haxhi i tij vetëm një lloj vizite, vetëm shikimi i vendeve të ndryshme të botës, një lloj turizmi e kështu me radhë, është ibadet i rëndësishëm që ja kushton gjithat ibadet Allahut azza wa jall. Sinqerisht nuk i them, nuk i prish ato kufit e rregullat e haxhit, shpërblimi i tij është xheneti. Ky është një prej haditheve që e nxit besimtarin, e nxit secilin, atë që i ka mundësit sigurisht patjetër, po ndoshta edhe atë i cili nuk i ka mundësit të mundohet, të ndan, të veçon pak nga pasuria e tij që gradualisht ndoshta nesër ta ketë mundësinë nga se bëhet fjalë për një ibadet që nëse vlen pranohet te Allahu, fundi është xheneti. Kjo është arritja më e madhe, megjithse unë do të kisha përmendur edhe dy hadithe tjera me të cilat ndoshta rumbullaksohet afërsisht pak, sadopak t'i japim atë kuptimin e plot vlerës së këtij ibadeti madhështor. Një hadith tjetër në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili e kryen haxhin, gjithashtu pa gjunahe, pa harame, pa thyerje të rregullave, pa përplasje, pa hidhrime me njerëzit, kthehet nga haxhi si dita në të cilën e ka lindur nana e vet. Subhanallah. Kjo është mirësi e cila ndoshta nuk arrihet. Është një arritje e madhe me të cilën besimtari duhet të synon, duhet çdo herë të mundohet të arrijë e kryen një ibadet, kthehet si në një fletë të bardhë në të cilën nuk ka asnjë pikë të zezë. Megjithse dietarët kanë diskutuar në lidhje me fletorën një jetë të re, librin e ri të vepër, po. Një jetë të re e fillon edhe jo nga rasti pejgamberi ka thujt sikur rilindje, sikur në atë ditë kur ka lind prej nënës së tij. Po, megjithse ka diskutim te ulemat tash nëse pastrohen nga gjitha gjunahet apo pastrohet vetëm nga gjunahet e vogla. Shumica e dietarëve janë mendimit që pastrohet nga gjunahet e vogla, por gjunahet e mëdha duhet pendohet Allahu azza wa jall. Megjithse disa nga dietarët kanë thonë jo, ky pastrohet komplet. Ky pastrohet nga gjitha gjunahet që i ka bërë dhe tash mua më ka ra pak një mendim apo një përmendje një prej dietarëve i cili thotë edhe nëse jemi me atë mendim që ndoshta haxhi i pastron gjunahet e vogla e nuk i pastron gjunahet e mëdha se duhet pendim, ne e shohim që në shumë raste njerëzit që shkojnë në haxh vetëm se shkojnë të penduar. Domethënë ai vetëm se e ka bën jetë këtë mënyrë, e ka bën jetë që ta arrijnë këtë shpërblim, nga se nëse ka qenë shembull i alkoolit, i kazinos, i vjedhjes, i harameve, ai më tash nuk bën plan me shku në haxh edhe kur të kthehet prej haxhi përsëri në kazino apo përsëri në vjedhje, ai vetëm se është përgatitur, është penduar dhe është shpresa e madhe që të kthehet pa gjuna.